Nxënësit dhe personat që lëvizin pranë shkollave do të jenë në vëzhgim prej kamrave të veçanta që do të mund të dallojnë sjelljet agresive. Projektit Smart City, ku konkretisht do të fillojmë së pari me 21 shkolla në Tiranë si projekt pilot, më pas por të shtrirë në gjithë territorin e vendit. Ministri i Brendshëm Besfor Lamallari prezantoi projektin përpara gazetarëve ku tha se do të kenë edhe programin me inteligjencë artificiale. Sistemi programi i tyre softwareik AI, i cili jep sinjalet e duhura kur do që krijon imazhe për shtypje që mund të ketë, po themi, një nxënës i cili disponon një mjet prerës apo dikush që sillet në mënyrë të papërgjeshme. Projekti do të shërbejë edhe për shkeljen e qarkullimit në rrugë, si mundësi për të shmangur tragjedi si ajo e Durrësit, ku mbetën pa jetë 2 të mitur. Do jetë një faqe re në historinë e sigurisë në Shqipëri, në vendin tonë, ku ndër përfitimet kryesore do të shënohen pikërisht edhe në sigurinë rrugore. Madje edhe ndërtimet pa leje do të monitorohen nga ajri. Po përdoren teknologji të avancuara përfshirë dhe dronë. Për këtë Lamallari tregoi ndëshkimet e dhëna në një muaj. Nga IKMT janë marrë 67 masa administrative, pra gjoba, në një vlerë të konsiderueshme rreth 122 milion lekë vetëm për një muaj. Tradhti kombëtare e cilësoi rastin e Sarandës ku shefi i komisariatit akuzohet se merrte rishfet për të lejuar ndërtimin pa leje në vijën bregdetare. Por cënojnë dhe interesat kombëtare. E them këtë sepse Bregdeti nga veriu në jug, mbrojtja e territorit është pasuri kombëtare. Madje Lamallari shton se efektivët që bëhen pjesë me krimin do të bëjnë llogaritë me veten. Që llogaritë do t'i bëjmë mirë vetë me veten, me detyrën dhe me drejtsinë. Sigurisht që monitorimi nga ajri do të vijojë edhe për kanabisin, por këtë vit me përforcime. Një risi do të jetë këtu krahas përdorimit të helikopterit me sensor të dedikuar, do të kemi edhe përdorimin një avioni të veçantë. Bashkëpunimin me Italinë e cilësoi thelbësor, ndaj kampin e Gjadrit e vlerësoi si marrëdhënien më të mirë. Sigurisht ne, Shqipëria, i qëndron pranë Italisë në përballimin e sfidave që ajo ka hasur në emigracion e palishëm.